Querido Javier, bienvenidos a Tirana. Es un honor y un placer tenerlos aquí. Këto ishin fjalët e mia në gjuhë huaj, tani dua të them disa fjalë lidhur me këtë moment kaq prekës, do thosha, për Shqipërinë që bëhet epiqendra e një aktiviteti me prestigj botror në fushën e sundimit ligjit. Një botë e qeverisur nga ligji, jo nga forca, është motoja që ka udhëhequr që nga viti i lindjes së saj në 1963 shoqatën botërore të juristëve, e krijuar aso kohë mes tensionesh të thella gjeopolitike dhe e rritur si një platformë besimi tek ligji dhe besueshmërie e njerëzve të ligjit. Sot, Kongresi Botëror i Ligjit është një institucion i mirënjohur botërisht, i cili nën kujdesin e mbretit të Spanjës, Felipe II, dhe me punën e palodhur të shoqatës, çon në përbot mesazhin e pikërisht atij motivi që e lindi shoqatën, mesazhin e një bote të qeverisur nga ligji, jo nga forca. Dhe nuk besoj se do kishte këtu në këtë sallë apo jashtë kësaj salle një shqiptar të vetëm që do ngritet dorën nëse unë do pyesja a do ta kishe imagjinuar vetëm disa vite më parë që Kongresi Botëror i Ligjit do të bëjë në Tiranë në vitin 2027. Natyrisht që askush nuk do ta kishte imagjinuar që Tirana, Shqipëria, do të përzgjidhej nga kjo platformë prestigjioze si një vend mikpritës i këtij kongresi, jo për pozicionin e saj gjeografik, jo për klimën apo për mikpritjen e saj, po për çka Shqipëria ka bërë në dekadën e fundit në raport me një sfidë historike dhe të pamundur për shumë dekada për popullin shqiptar, për të ndërtuar këtu në këtë vend pikërisht kushtet e një vendi të qeverisur nga ligji, jo nga forca. Dhe duke hedhur disa mendime për këtë fjalë që e pashtu udhës ta ndaj si një moment reflektimi me ju, më kujtua kur ne bëm një anketim publik për vettingun në kohën kur konceptonim dhe çonim përpara reformën drejtësi. Dhe dihet botërisht që vettingu ishte një pikë kyçe, tek e cila ishim ne që besuam të parët, dhe pastaj bëm të gjitha përpjekjet që ata të cilët sot e përshëndesin
vettingun si një moment kthese në historinë e drejtësisë shqiptare, ta besonin si që besonim ne. Dhe këtu e kam fjalën për të gjithë partnerët tanë të çmuar në këtë rrugë ku mbështetja e tyre ka qenë pa asnjë diskutim me një rëndësi të dorës parë. Dhe në atë anketim publik që bëm aso kohe për të matur pulsin e opinionit publik shqiptar, morëm 2 dhëna shumë domethënëse, në dukje kontradiktore, por në përmbajtjen e tyre tërësisht komplementare. 90% e shqiptarëve mbështesnin fuqimisht vettingun e gjykatësve dhe të prokurorëve. Dhe ju e dini shumë mirë, të paktën shqiptarët që janë të sallë, e dini shumë mirë që të bësh bashk 90% të shqiptarëve për një çështje është diçka jashtëzakonisht e rrallë. Edhe për orën që po zhvillohet takimi sot, unë e bindur që po të kishim një votim të shtetë mes shqiptarëve, do kishim mosdakordsi nëse është mëngjes apo është mbasdite. Dhe tjetra ishte përgjigja mbi a besoni ju që në jetën tuaj në Shqipëri do të shikoni fundin e pandëshkushmërisë dhe barazinë e njerëzve para ligjit? Mbi 80% ishin mosbesues. Pra, mbi 90% e shqiptarëve donin që të bëhej vettingu dhe e mbështesnin fuqimisht reformën drejtësi, sepse ishin të raskapitur nga një drejtësi tërësisht e pa barabartë në raport me ligjin dhe me ta, por mbi 80% e tyre nuk kishin besim se do shikonin në të gjallë të tyre një spostim të pushtetit të drejtësisë drejt barazisë para ligjit. Dhe për hir të vërtetës, askush nuk mund t'i verifaj të gjitha atyre që ishin aq mosbesues, pasi nuk ishte thjesht e përditshme atyre që prej vitesh ju provonte se drejtësia ishte një iluzion në Shqipëri, por ishte historia e shtetit shqiptar, qysh nga viti 1912, që provonte vetëm se pushteti i drejtësisë ishte në duart e më të fuqishmëve të politikës. Demokraci, monarki, diktatur, pastaj përsëri liri me nuanca demokracie, pavarësisht nga kalimet e sistemeve, një gjë ishte e pandryshuar. Shpata e zonjës drejtësisë, që është e pandar në çdo statuj të vogël apo të madhe që simbolizon drejtësinë, ishte e palëvizur në zyrën e të parit të qeverisë. Dhe në vitin 2013, ne bëm atë që s'kishte guxuar ta bënte askush më parë, madje as nuk e kishte hyrë me imagjinat atë deti që ne vendosëm të hymë në këmbë. Duke vendosur diçka dramatike për njerëz që përfaqësojnë një pushtet politik
dhe një pushtet politik në shumicë, të dorëzojmë shpatën tek një forcë tjetër dhe të krijojmë kushtet që në këtë hapësirë të bashkëjetesës mes nesh të krijohet një pushtet tjetër, real dhe realisht i pavarur nga pushteti politik. Në një libër që ka bërë Buji dhe që studiohet vimësisht, i cili është bashk autorsuar nga një çmim Nobel, Darren Acemoglu, i cili titullohet Pse bien vendet apo Why Nations Fail, sillet një shembull ndër të tjerë i një vendi të ndarë në mes nga kufiri mes Shtetit Bashkuar dhe Meksikës. Njësoj si të ndajnë mes një qytet mes Shqipërisë dhe një fqinji. Të njëjtët njerëz, e njëjta traditë, të njëjtat zakone dhe dy realitete totalisht të ndryshme. Në njërën anë të kufirit, gjithçka funksionon, në anë tjetër të kufirit asgjë nuk funksionon. Në njërën anë të kufirit, kopshte, shkolla, shërbim shëndetësor dhe përgjithsisht qetësi publike, në anë tjetër të kufirit, krim, drog, e të gjitha të tjerat radhë. Pse? Njëjtë njerëz. Sepse në njërën anë të kufirit sundon ligji i cili garantohet nga institucionet, në anë tjetër të kufirit sundon forca dhe ekuilibrat garantohen nga forcat mbi ligjin në territor. Dhe pikërisht këtu është madhështia, por edhe vështirësia e sfidës sonë. Me këtë reformë që sot është e shkruar e zeza mbi të bardhë në letër dhe që ka filluar të japë rezultate të prekshme, ndërkohë që duhet të garantohet në jetëgjatësinë e vet jo nga njerëzit, po nga institucionet. Ndërtimi i institucioneve të projektuara në atë reformë nuk është një proces që mund të përmbushet as në një dekadë dhe as në 2 dekada.